Dhimbje, dëshpërim dhe zemërim, kështu paraqitet situata në zonat më të prekura nga tërmetet shkatëruese që goditën Venezuelën. Ekipi ndërkombëtar i kërkim shpëtimit i Jordanisë arriti të nxirrte me sukses një fëmijë 3 vjeçar të gjallë nga rrënojat e një ndërtese të shembur në Caracas të Venezuelës. Vogëlushi, i cili kishte mbetur i bllokuar për 6 ditë pas tërmeteve të 2 fishta shkatëruese në vend, u nxorr pa lëndime dhe aktualisht është në gjendje të qëndrueshme në një spital lokal. Në shtetin bregdetar të La Guairas, familjarë të viktimave kanë dalë në rrugë dhe kërkojnë që operacionet e kërkim shpëtimit të përshpejtohen, duke shpresuar të gjejnë të afërmit e tyre nën rrënoja. 2 lëkundje të fuqishme sismike me magnitudë 7.2 dhe 7.5 goditën vendin më 24 qershor. Zona pranë kryeqytetit Caracas u rendit ndër më të dëmtuarat, me qindra ndërtesa të shembura dhe një bilanc viktimash që ka shkuar në të paktën 1450 të vdekur. Në mes të rrënojave, shumë familjarë vazhdojnë pritjen e dhimbshme. Disa kërkojnë trupat e të afërmeve, ndërsa të tjerë ende besojnë se mund të ketë të mbijetuar. Një prej tyre është Vilker Molaja. Ai është babai i një vajze që ndodhet ende në rrënoja. I dëshpëruar, ai u përplas me autoritetet duke insistuar që kërkimi të vijojë aty ku ai beson se ndodhet vajza e tij. Vajza ime, unë nxorë vajzën time deri në mes, e kapa nga mesi i rrënojave. Ata nuk do të largohen, makina me pajisjet e rënda nuk do të lëviz derisa ta nxjerrin prandej. Nuk do të largohen. Nuk kam asgjë për të humbur, Le të më vrasin nëse duan. Zemërimi i banorëve u shtua edhe më shumë ndaj mënyrës së menaxhimit të operacioneve. Ata akuzojnë autoritetet se nuk po ofrojnë pajisje të mjaftueshme dhe se po pengojnë hyrjen e familjarëve pranë zonave të prekura. Operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë me ndihmën e ekipeve vendase dhe ndërkombëtare. Në terren janë vendosur skuadra me qenë të trajnuar, pajisje elektronike për zbulimin e shenjave të jetës dhe mjete të rënda për largimin e rrënojave. Punonjësit e emergjencave thonë se kërkimi vazhdon, por kushtet janë tepër të vështira për shkak të dëmtimeve të mëdha dhe pasgoditjeve të vazhdueshme. Në këtë fazë ne po vazhdojmë kërkimin për viktima të mundshme. Kemi kryer tashmë kërkime me qenë të specializuar. Aktualisht po përdorim pajisje elektronike, të cilat na ndihmojnë të jemi më të sigurt për vendodhjet që ekipet me qenë mund të kenë identifikuar. Mes atyre që presin përgjigje është edhe Hector Villegas. Ai kërkon familjarët e tij në një ndërtesë të shembur. Ky ishte shtëpia e vajzës dhe dhëndrit tim. Ata nuk ishin aty kur ra tërmeti. Fatkeqësisht, aty ndodheshin nëna e dhëndrit tim, ish bashortja dhe nipi im i madh. Që nga ajo ditë, që nga tragjedia, ne nuk kemi mundur të gjejmë trupat e tyre. Shoqë përpjekjet për shpëtim po vijojnë dhe ne do të qëndrojmë këtu duke pritur. Ekipet e huaja të shpëtimit kanë premtuar se do të qëndrojnë në terren deri në përfundimin e operacioneve. Shpresojmë të shpëtojmë njerëz ose të rikthejmë trupat e gjetur familjeve të tyre. Kryqi Kuq i Kostarikës, i angazhuar për të lehtësuar vuajtjet njerëzore, nuk do të ndalet derisa të përfundojmë punën tonë në këtë zonë. Por ndërsa makineritë vazhdojnë të pastrojnë rrënojat dhe ekipet kërkojnë për shenja jete, familjet mbeten të vendosura pranë ndërtesave të shkatëruara. Në La Guaira, pritja është kthyer në një garë me kohën. Për shumë prej tyre, çdo minutë mund të jetë shpresa e fundit për të gjetur një të afërm ende gjallë.